على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Allahun e falënderojmë për madhërisë e tij, për kulemi dhe dorëzohemi. Nga ai faljen ndihem dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe kryeni obligimet ndaj tij. Keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe praktikoni ndalesat e tij, e kështu jetoni si musliman deri në vdekje. Të nderuar vëllezër musliman, besimtar, e shfrytëzoj rastin që ju përshëndetit gjithëve me përshëndetjen islame, selamu aleikum, duke lutur Zotin xhaleshanu që Allahu t'ju begatoj juve, duke lutur Zotin xhaleshanu që Zoti t'ju jep shëndet, t'ju jep mbarësi. Sot e kam nderin dhe kënaqësinë që ta maj këtë hutbë të xumas para juve në këtë vend dhe duke shpresuar te Zoti xhaleshanu që në këtë ditë xumaje, në këtë ditë të zgjedhur, në këtë ditë të veçantë të javës, që Zoti na begaton të gjithëve, që Zoti të na ruajë neve, të ruajë familjet tona, e të ruajë muslimanët në mbar rrugën e tokës ku ata gjenden. Enes radhiyallahu ta'ala anhu, që ka qenë shërbëtori i Muhamedit alayhi salatu wasalam, që i ka shërbyer me kënaqësi Resulullah alayhi salatu wasalam dhe që ka njohur për së afërmi të dërguarin e Allahut te barekuhu teala. As respekt kanë pas sahabe për Muhamedit alayhi salatu wasalam, saqë në shumicën e rasteve kanë hezituar që ta pyesin diçka. Saqë thotë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, me padurim kemi pritur që të vijë dikush prej beduinëve e ta pyet Muhamedit alayhi salatu wasallam me pyetje të thjeshtë, pyetje e cila është e pakomplikuar, pyetje e cila del prej loshkës së zemrës. Thotë edhe mendoj që kemi prit më ardh dikush për shkak se beduinët kanë qenë njerëz, domethënë, pa protokoll. Nuk kanë hezituar me pyet çka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë një ditë prej ditëve çush ka qenë duke folur Muhamedi alayhi salatu wasallam, thotë është ngrit ky beduini dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, meta sa'a?" I ka thonë: "Oj dërguari i Allahut, kur ka më bë kiameti?" Edhe gjithë jemi fokusuar se çka do t'i përgjigjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mësues, edukator, pejgamberi i Zotit xhaleshanuhu, njeriu i cili ka qenë i mëshirshëm për besimtarët. Njeriu i cili është përpiqur në çdo çast t'i udhëzojë njerëzit në rrugën e drejtë. Ja jep një përgjigje shumë interesante. Nuk i përgjigjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kur do të ndodhë kiameti, për shkak se as vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din se kur do të ndodhë kiameti. Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Ashtu siç ka në hadithin e Xhibrilit alayhi salatu wasallam, as ti që po pyet mu, që Muhamedi alayhi sallam tash e ka pas për qëllim Xhibrilin, që ka qenë i dërguari i Allahut tek pejgamberi, as ti nuk e din se kur do të ndodhë kiameti, po as unë që jam pejgamber nuk e di se kur do të ndodhë kiameti. Mirë, po dëgjoni se si ka qenë orientimi i Muhamedit alayhi salatu wasallam. Thot madha a'dadta laha. Thot ti pasi po pyet mu se kur ka ndodhë kiameti, çka ke përgatitur ti në ditën kur ti do dalësh para Zotit xhaleshanuhu? Sa je ti i përgatitur për mi prit kiametin? Për shkak se ku do ndodh kiameti, ki me dalë para Zotit dhe kemi hap llogari për veprat e tuaja.
kemi llogarit për shëndetin tënd, për pasurinë tonë, për jetën tënde, për gjitha. Madha adatta laha, sa je ti i gatshëm me dal para Zotit xhaleshanuhu. Ky beduini ka thonë ja Rasulullah. Thët ma indi kathir min as-salati was-siyami was-sadaqa. Thët o i dërguar Allah, thët realisht thët unë nuk kam shumë me çka të dal para Zotit xhaleshanuhu. Nuk kam shumë namaz, nuk kam shumë agjërim, e nuk kam shumë sadaka. Kuptohet është për qëllim gjithmonë namazin vullnetar, agjërimin vullnetar dhe sadakan vullnetare. Thët nuk kam shumë kësi o i dërguar Allah, mirë po diçka thët kam. Thët uhibbullaha wa rasule. Thët unë diçka kom, thët unë e du shumë Allah dhe du shumë ty o dërguar Allahut. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jep një përgëzim shumë interesant. Thët ti do të ringjallesh ma men ahbabte. Ti do të ringjallesh me ata të cilën ti i don. A don Allahun, ti ki më ringjall me Allahun, ti ki më ringjall me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Enes radiallahu ta'ala anhu, i cili e tregon këtë moment, e tregon këtë detaj dhe na ka treguar neve. Thot kur kemi dëgjuar Muhamedin alayhi salatu wasallam duke thënë ente ma men ahbabte, ti do të ringjallesh me ata që i don. Thot nuk ka pas për neve sahabët gëzim më të madh se sa kjo fjalë që kemi dëgjuar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Enesi ka thonë radiallahu ta'ala anhu, thot pasha Allahun, thot unë e du Allahun, e du Muhamedin alayhi salatu wasallam, pasha Allahun, e du thot Ebu Bekrin, e du Omerin radiallahu ta'ala anhu, thot edhe pse unë nuk i kam punët të cilët i kanë bërë ata, mirë po shpresoj se Zoti xhaleshanuhu do të më ringjall me Ebu Bekrin, e do të më ringjall me Omerin radiallahu ta'ala anhu. Të nderuar vëllezër, ky hadith vërtet është shumë interesant. E që na ja vlen kur dëgjojmë hadithe të tilla, të ndalem dhe të përfitojmë. Vëllezër dashën, kiameti ku më ndodh patjetër. Prej kushteve të besimit tonë është se na muslimanë besojmë se kjo dynja, ashtu që ka fillimin, një ditë edhe do ta ketë fundin. Wa inna sa'a la'atiyatun. Thot Allahu te barekalla, kiameti patjetër ku më ndodh. Patjetër ku më ndodh kiameti. Nëse dikush për neve nuk do të jemi gjallë për ta përjetuar kiametin, mirë po më rëndësishme se ne të gjithë një ditë do të vdesim. Andaj, kiametin është i përmendur shumë në Kur'an dhe duhet shpesh ta kujtojmë. Dhe në tjetër kohë ose duhet ta kujtojmë vdekjen. Për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë udhkuru hadimul ladhat. Kujtoni sa më shpesh atë që ju prish planet, lezetet dhe qefet e jetës suaj. Vllazën, na kemi një fillim, po mos harrojmë se e kemi edhe një përfundim. Ne në këtë dunja, në këtë jetë jemi me afat të caktuar kohor. Ymri jonë është shumë i shkurtër. Andaj, ta shfrytëzojmë këtë ymër duke qenë njerëz të mirë, duke qenë besimtar të mirë, duke qenë familjar të mirë, duke qenë qytetar të mirë. Feja është motivi kryesor për me na bën njerëz të mirë. Për shka ne duhet të jemi fetar? Cila është arsyeja pse ne me qenë fetar? Pse ne mi njek mësimet e Zotit? Pse ne mi njek porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Për shkak se feja na motivon qysh mi dash jetën, qysh mi dash Zotin, qysh me qenë lojal me Zotin, qysh me ndërtu raportet mia me familjarët tanë, qysh me qenë të sinqert, qysh me qenë të ciltër, qysh me qenë të mirë me një fjalë. Andaj për këtë arsye e kujtojmë kiametin, e kujtojmë vdekjen, me ditë se edhe na një ditë do të përfundojmë. Ymri jonë në këtë kohë, në këtë jetë është shumë i shkurtër. Sa bukur ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma shi'ta fa innaka mayyit." Jeto sa të duash, mos harro se një ditë kemi përfunduar, kemi vdekur. "Ish ma shi'ta fa innaka mayyit." Sa do të jeton, dikur kemi vdekur. Pra, e dyta që ne përfitojmë nga ky hadith i Muhamedit alayhis salam, nga ky tregim që na tregon Enes radiallahu ta'ala anhu. Muhamedi alayhis salam nuk është fokusuar i tregu ndonjë detaj se kur do të ndodh kiameti, çysh do të ndodh kiameti, për shkak se ajo do të ndodh gjithsesi. Edhe pse kur do të ndodh e din vetëm Zoti xhaleshanu. Mirë po ka thonë, "Ma dha adatta laha." E sa je ti i gatshëm ose çka ke përgatitur ti ose çysh do të dalësh ti para Zotit xhaleshanu. Me cilat vepra ti ki me dalë para Zotit xhaleshanu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Na thot Zoti xhaleshanu, o ju besimtar, keni dro Zotit xhaleshanu dhe shikojeni se si do të dilni para Zotit xhaleshanu. O ju besimtar,
keni dro Zotin dhe shikoni se si do të dilni para Zotit xhaleshanuhu. Andaj vëllezër, kjo jetë që na ka falë Zoti xhaleshanuhu është vetëm një mundësi që ne ta shfrytëzojmë duke qenë njerëz të mirë, duke qenë besimtar të mirë. Shfrytëzoje jetën duke bërë vepra të mira. Shfrytëzoje jetën për shkak se çdo moment, çdo çast ka mundësi që dikush prej neve ta përfundojë këtë jetë. Andaj duke qenë të mirë, me lejen e Zotit xhaleshanuhu ne jemi faqebartë edhe kur do të dalim para Zotit xhaleshanuhu. Andaj Allahu për këtë arsye thot: "O ju besimtar, o ju që i keni besuar Allahut, secili prej juve le ta korrigjon veten, secili prej juve le ta sheh veten se çysh do të del para Allahut subhanahu wa taala." Gjithashtu kuptojmë nga ky hadith të Allahut, nga ky tregim i Enesit radhiyallahu ta'ala anhu se ky beduini, do thonë me padurim ka prit në përgjigje interesante nga Resulullah alayhi salatu wasallam. Edhe pse ky ka kryer obligime ndaj Zotit xhaleshanuhu, mirë po ka qenë shumë i sinqert. Në një farë mënyrë ky ka dashur me tregu se unë në raport me Zotin xhaleshanuhu nuk jam gati pothuajse duke bërë asgjë. Mundësitë të cilat neve na ka jap Zoti xhaleshanuhu, na ka jap shëndetin, na ka jap pasurinë, na ka jap mirëqenien, na ka jap mendjen, na ka jap mundësinë gjitha, po prapë jeni duke bërë shumë pak në raport sa duhet në raport me Allahun subhanahu wa taala. Edhe andaj ka thonë, apo ju ka ankur Resulullah alayhi sallam, o i dërguar Allahu thotë, nuk jam duke falë shumë namaz nafile, nuk jam duke agjëruar shumë agjërim vullnetar, po ashtu sadaka nuk jam duke jap shumë, mirë po diçka do të kam sigurt. Thotë se unë du shumë Allahu subhanahu wa taala, edhe du shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ka bëu që Enes radhiyallahu ta'ala anhu më thonë, ne sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk kemi gëzuar për diçka pas Islamit më shumë se sa kjo fjalë kur e kena dëgjuar nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam se njeriu në këtë jetë do të jetë me ata që i don, e po ashtu do të ringjallet edhe me ata të cilët i ka dashur në këtë jetë. Andaj përpiquni vëllezër, mundoni sa më shumë me kontribu për të mirën e vetes suaj, për të mirën e familjeve tuaja, për të mirën e xhamisë, për të mirën e komunitetit, për të mirën e njerëzimit në përgjithësi. Për shkak se mos harrojmë se ne në këtë jetë kemi ardhur për shërbim. Ne në këtë jetë kemi ardhur për një mision të caktuar. Zoti na ka nderuar, Zoti na ka privilegjuar. Zoti neve na ka bërë zëdhënës të tij në tokë. Allahu te barë njeriu e ka nderuar. Zoti xhaleshanuhu ju thot me lajkeve, thot unë do ta bëj përfaqësuesin tim në tokë. Andaj ky është misioni jonë si njerëz. Ne nuk e kemi misionin vetëm mi mush barkun me ushqim. Nuk e kemi misionin vetëm që kënaqemi me një rrogë mesatare të cilën e marrim. Jo, misioni jonë është pak më i madh se sa kjo. Misioni jonë është që të ndërtojmë vlera, që të ndërtojmë familje të shëndosha. Misioni jonë është që ta përhapim sa më shumë fjalën e Zotit xhaleshanuhu aty ku gjendemi. Ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se besimtari është sikur se shiu. Aty ku të bie, aty ku bën shi, Zoti xhaleshanuhu çon bereqet, edhe dalin bim, edhe zbukurohet natyra, edhe kështu besimtari e ka për detyrë mi përhap fjalën e Zotit xhaleshanuhu sa më shumë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thot jeni njerëzit më të mirë që gjendeni në faqen e dhëut. Pse? Cila është arsye? Pse jemi më të mirë? Për shkak se ju e promovoni gjithmonë të mirën dhe e luftoni të keqen. E pastaj e besoni Allahun subhanahu wa taala. Dashnia ndaj Zotit xhaleshanuhu vllazën është kriteri kryesor që neve na bën dhe na siguron dhe na jep siguri në këtë jetë. Duhet ta duam shumë Zotin xhaleshanuhu. E dashnia ndaj Zotit xhaleshanuhu duhet përkthehet në vepra. Duhet të reflektojë në sjelljet tona, duhet të reflektojë në gjymtyrët tona dhe duhet të reflektojë në besimin dhe në imanin ton. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nëse ju pretendoni që doni Zotin, atëherë ndiseni rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti na ka dërguar Muhamedit alayhi wasallam me qëllim që ne ta ndjekim rrugën e tij. Dhe veprojmë ashtu siç ka vepruar ai, ashtu siç na mëson ai, ta ndjekim traditën e tij. Dhe ky ajet për të cilën e ka zbritur Zoti xhaleshanuhu është sikur se sprovë, për shkak se kretë njerëzit pretendojnë që dojnë Zotin. Mirë po nëse dojmë ditë se sa ne vërtet dojmë Zotin, atëherë duhet të shiqojmë secili prej neve se sa e ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e sa ndjekim rrugën e pejgamberëve. Me qenë të gatshëm me fliju për Zotin, me qenë të gatshëm me sakrifiku për Zotin xhaleshanuhu.
Zoti na ka përmendur një shembull në Kur'an që është tregimi i Ibrahimit alayhis salam, që besoj që gjithë ju e dini tregimin e Ibrahimit alayhis salam. Zoti xhallahu e ka privuar Ibrahimin alayhis salam s'ka pas trashëgimtar, deri në moshën e shtyrë. Pas të 100-tave, Zoti xhallahu e gëzon Ibrahimin alayhis salam me djalin e tij Ismailin. Domethënë masi që i ka bën 100 vjet. Pra mendoni gjithë ata prindë që martohen kanë dëshirë me pas fëmijë, pra mendoni çfarë stresi kanë, pra mendoni sa kanë dëshirë me pas fëmijë. E llogariteni Ibrahimin alayhis salam, deri në moshën 100 vjeçare nuk ka pas fëmijë. E kur Allahu ja japi fëmin, pasi që filloi mu rrit fëmiu, pasi që ke afër moshës së pubertetit, pasi që ka filluar mu rrit me ndihmu prindit, atëherë Zoti e testoi imanin e Ibrahimit alayhis salam. Dhe i tha që ti djalin ton duhesh mi prej, mi bë kurban. Edhe tregim shumë interesant. Ibrahimi alayhis salam ishte i gatshëm që ta flijoj djalin e tij që ta bëj kurban me vetmin qëllim me tregu gatishmëri ndaj dashurisë, ndaj sinqeritetit dhe ndaj lojalitetit që ka pas me Zotin xhallahu. Andaj vllazën, në jetën tonë ne duhet ta kemi parasysh se janë disa çështje të cilat janë primare të jetës sonë. Çështja e besimit në Zot është primare, është vije kuqe. Ata duhet ta fuqizojmë sa më shumë. Andaj kontriboni sa më shumë që ta fuqizoni besimin tuaj. Ta përmirësoni besimin tuaj, në të njëjtën kohë punoni sa më shumë me familjarët tuaj. Falë Zotit xhallahu, gjithë ne kemi mirëqenien e mirë. Falë Zotit xhallahu, është lecu jeta shumë. Secili kemi shtëpi komode, secili kemi kerra të mira, secili kemi rroba të mira, kemi një standard, kemi siguri. Mirë po, e kemi një zbrastir që këta kemi nevojë mi fuqizu sa më shumë. Andaj ta fuqizojmë besimin, ta duam Zotin, të jetojmë ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti kemi shembull sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se me lenin e Zotit xhallahu kur veprojmë kështu, atëherë ne jemi në rrugë të duhur, ne jemi në rrugë të sigurt dhe këtu do të jemi të lumtur dhe këtu do të shpëtojmë edhe në këtë botë, edhe do të shpëtojmë në botën tjetër. E lut Zotin xhallahu që Zoti të na ruan besimin tonë. E lut Zotin xhallahu që Zoti ta forcojë besimin tonë. E lut Zotin xhallahu që Zoti ta përmirësojë gjendjen tonë, edhe lut Allahun te barekuala që gjithë ne të jemi pishtar, të jemi pioner, të jemi ushtar të fjalës së Zotit xhallahu për ta ngritur lart fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Zoti ka zgjedhur që ju të jetoni këtu, në këtë vend që nuk është vendi muslimanëve. Mirë po, veprat e juaja, puna juaj, angazhimi juaj bën që t'ja jepni kohën krejt tjetër, domethënë këtyre vendeve, duke i zbukuruar këto vende me xhamit Zotit xhallahu, duke i zbukuruar këto vende me përmendjen e Allahut. Llogariteni se ndoshta në vendin ku ti jeton bëhet kurse ka përmend Zotin xhallahu. E thirr një ezan në shtëpinë tonë. E lexon fjalën e Allahut te barekuala. E përmend Zotin xhallahu dhe kjo ka më qenë dëshmi për ty në ditën kur ti do të dalësh për Allahun subhanahu wa taala. Ndoshta një sjellje jote bën që dikush prej këtyre të cilët nuk janë musliman ta pranoj Islamin ose ta ngjall kurreshtjen që ai të interesohet për fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E nëse arrini këto, me lejen e Zotit xhallahu shpërblimi është i madh. Edhe në këtë botë e padyshim se shpërblimi do të bëhet shumë i madh edhe në botën tjetër. Edhe herë Zoti ju ruajt, e Zoti ju dha shëndet, e Zoti ju ruajt familjet e juaja, dhe është Allahu subhanahu wa taala që ju të jeni sebeb që Zoti të uzoj dikon në rrugën e Allahut, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Përsëri e falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vllazën, sot është ditë e zgjedhur e javës, është dita më e mirë, është dita e xumah. E kemi ne muslimanët një adhurim special që është në ditën e xumahit të dërgojmë sa më shumë salavatin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sa më shumë që themi në ditën e xumahit, kemi shumë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Man salla alayya salatan, sallallahu alayhi 10", thot ai i cili një herë dërgon salavat mbi mua, thot Zoti xhallahu dhe të thesh do të lutet për këtë person. Çka do të thonë me dërgu salavat mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam?
më mundu ne mi ngrit lart autoritetin, famën dhe prestigjin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mi ngrit lart kauzën e misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është kuptimi i dërgimit të salavatit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ne dërgojmë salavatin në një mënyrë, ne jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili adda al-amanata wa ballagha risala. Është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmbush misionin e tij dhe e ka përhapur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye duhet të dërgojmë shumë salavat mbi Resulullah alaihi wasallam, e ka përmbush misionin në mënyrë më të sinqertë dhe në mënyrë më të drejtë. Nuk ka kursyer asgjë, vetëm se na ka treguar atë e cila është e mirë për të zbatuar dhe na ka tërhekur vërejtjen nga ajo e cila është e dëmshme dhe është e rrezikshme. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman katira. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.